Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Arben Fetaj është dërguari special i Maqedonisë së Veriut për Bashkimin Evropian me seli në Bruksel. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave. Për zëvendës kryeministrit, ky është një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit integrimit evropian të vendit tonë, duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-s, duke kontribuar në tejkalimin e sfidave politike dhe diplomatike, se dhe duke bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane, deklaroi Fetaj. Largohet një nga investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon bateri litium-ion, ka marrë vendimin që deri në fund të vitit 2026 të mbyllë plotësisht fabrikën e saj të prodhimit në Shkup dhe të zhvendosë prodhimin në Poloni. Ky vendim biznesi prek rreth 100 persona që ishin të punësuar në fabrikën në Shkup, si dhe punësimet e tjera potenciale që ishin paralajmëruar gjatë promovimit të investimit rreth 3 vite më parë. Projektet në sektorin e energjisë, miniera dhe harmonizimi i legjislacionit me standardet europiane ishin në thelb të diskutimeve në takimin mes ministres së energjisë Maqedonisë së Veriut, Sanja Božinovska, me të ngarkuarën në punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicole Varnes. Ministrja Božinovska gjatë takimit informoi për ecurinë e punimeve ndërtimore lidhur me realizimin e interkonjektorit të gazit me Greqinë, i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, dhe lidhja e gazit me Serbinë. Krahas asaj u diskutua antarësimi zyrtar i Maqedonisë në korridorin vertikal të gazit në muajin shtator. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi e komentoi si të papranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake. Në një konferencë përshtyp pas mbledhjes së qeverisë, ministri kërkoi që të mos ketë krah politik për çështjet e sigurisë kombëtare. Të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krah politike dhe sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krah politik. Në lidhje me mënyrën e miratimit të marrëveshjes në Kuvendin e Shqipërisë për Nufajin, vendimi është në përputhje me kushtetutën. Unë si jurist nuk besoj që është shkelje e kushtetutës, dhe kjo është qëndrimi im. Besoj që mënyra se si është rënë dakord dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament ky projekt është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisioneve kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. I është dhënë koha e mjaftueshme mbas miratimit procedurës për shpejtuar për miratimin e tij, që të shfrytojë, të lexojë, të bëjë me dije deputetëve të Kuvendit të Republikës. Dhe ajo marrëveshje që është lexuar ditë, do ishte e njëjta marrëveshje që lexojë edhe po të kalojë ajo afati që pretendon Partia Demokratike. Nuk do ndryshon. Serbia rikthen sinjalet e bashkëpunimit me Shqipërinë. Ministri i jashtëm i Serbisë, Marko Đurić, deklaroi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Në intervistë për radion e Beogradit, Đurić deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, deklaroi kryediplomati i Serbisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.